Ne nuk kemi marrur përgjigje nga faktorët ndërkombëtar për kërkesat tona, ndonse vazhdimisht e kemi shtruar këtë çështje. Së pari, po e ritheksoj, i kemi varrezat masive të cilat janë zbuluar para 4 javëve dhe janë 3 sosh, 2 në Kalludër dhe 1 në Abuk. Në varrezën e parë masive në fshatin Kalludër të Zubin Potokut janë zbuluar së paku 13 mbetje mërtore, më pastaj janë zbuluar edhe 6 të tjera, ndërkaq këto janë prej njëra tjetrës, siç e tha dhe zotëri Pushtimgara, 300 metra larg njëra tjetrës, ndërkaq 1 kilometër larg prej tyre në fshatin Jabuk janë edhe mbetjet e së paku 4 personave. Ne edhe me zbulimin e këtyre mbetjeve të reja mërtore të varrezave të vjetra të pranverës së vitit 1999 e kemi ngritur te faktorët ndërkombëtar çështjen e dosjeve të cilat janë të klasifikuara në Serbi. Nuk po themi për dosje që nuk dihen, po flasim për dosje që dihen. Dosja e arkivuar nga shteti i Serbisë e brigadës së motorizuar 37 të ushtrisë jugoslave në vitin 2014 është klasifikuar për 30 vjet. Cili është kuptimi i këtij klasifikimi? Përshtypja ime është që nuk ka domethënie tjetër përveç se të sigurohen që personat që kanë qenë në atë brigadë të motorizuar ose me kalimin e dekadave nuk do të jenë më të gjallë, ose do të jenë tepër të moshuar. Sepse ata krimet i kanë kryer në pranverën e vitit 1999 dhe 45 vjet më vonë, në vitin 2024, me shumë gjas, shumica e tyre nuk janë të gjallë më. Prandaj ne nuk duhet ta presim vitin 2044, meqense s'mundemi të kthehemi në të kaluarën, duhet që si vjet të hapen ato dosje të arkivuara nga shteti i Serbisë. I njëjti pushtet që është sot në Serbi është i njëjti që i ka klasifikuar. Këto nuk janë klasifikuar para ardhjes në pushtet të presidentit aktual Vučić, por pasi që ai ka ardhur. Dhe të gjithë dim që viti 2014 është viti kur ai ishte ministri i mbrojtjes. Pikërisht zyrtari kryesor politik i Serbisë mbi ushtri. Dhe i klasifikoi për 30 vjet. Jo për 3 vjet, as për 10, për 30. Përshtypja ime që të sigurohen që s'do të ketë më dëshmitar. Që kur të hapen ato dosje, të flitet veç se për njerëz që nuk janë më në këtë botë. Andaj është domosdoshme që faktorët ndërkombëtar, siç e ngrisim ne çdo herë në diskutim me ta, çështjen e hapjes së arkivës për brigadën e motorizuar 37 të ushtrisë jugoslave, ta bëjnë këtë sa herë që takojnë zyrtarët e Serbisë. A e bëjnë këtë? Nuk e di. Me shumë gjas, jo pak prej tyre e bëjnë, mirë po rezultate nuk ka. Tash, ju po e shihni, në njërin anë, këto gërmime po bëjnë verit Kosovës, ku zbulimet e varrezave masive po ndodhin pikërisht për shkak se atje kemi policinë e Kosovës. Kur nuk e kemi pasur forcat tona të sigurisë në veri, nuk ka pasur as zbulime të tilla. E tash, fakti që kemi sundim të ligjit, shtrirje të sovranitetit, mbrojtje të integritetit territorial, po përkthehet edhe në zbulimin e varrezave masive. Po, prania e shtetit Kosovës në veri ka qenë shumë e dobishme edhe në aspektin e zbulimit të mbetjeve mërtore të zhdukurve me dhunë gjatë luftës. Pra, ne po e bëjmë pjesën tonë, por ne nuk kemi ndikim mbi Beogradin. Ndërkaq Serbia, e cila merr edhe donacione, edhe kredi, edhe favore të ndryshme nga bashkësia ndërkombëtare, do duhej që patjetër t'i hap këto dosje, por për këtë unë ju inkurajoj të gjithë juve që partnerët, aleatët, miqtë tonë ndërkombëtar gjithashtu t'i pyesni se në çfarë mase kanë arritur sukses. Nuk është në rregull që në muajin e ardhshëm ne do ta shënojmë edhe për vjetorin e 3 të vrasjes së rreshterit policor, herojit Kosovës, Afrim Bunjaku, e kryekriminali terroristi Milan Radojičić, për shkak se
e mbron Beogradi dhe ai e mbron Beogradin zyrtar është i lirë atje. Faktorët ndërkombëtar kanë kërkuar dorëzimin e tij, nuk ka ndodhur asgjë, e njësoj të mos ndodh përsëri asgjë edhe kur kërkohet hapja e dosjeve të tjera të klasifikuara. Vetëm paramendojeni, po ta kishte shteti i Kosovës një dosje të tillë të klasifikuar deri në vitin 2044, me çfarë presioni do të përballeshim ne. Andaj, edhe një herë u bëjmë thirrje faktorëve ndërkombëtar, po edhe gjithë shoqërisë kosovare e mbar kombit tonë që në çdo takim me faktorët ndërkombëtar ta ngrisin çështjen e hapjes së dosjes së brigadës së motorizuar 37 të shtrisë jugoslave që është përgjegjëse për masakrat në Drenicë dhe jo vetëm në pranverën e vitit 1999. Faleminderit. Fakt, siç e thash, për kushtimin institucional përpjekje për të nënçuar fatin dhe vendodhjen e qytetarëve tonë të rëmbyer dhe dukur bën shumë me forcë gjatë luftës, ka qenë, po them, si angazhim vazhdimsi, në kuptim edhe të ndryshimit të vërtetës për rastin e grupit të intelektualëve dhe për rastin e familjes Feka Jusufi. Megjithatë, përkundër përpjekjeve paraprake, këto 3 lokacione, këto 3 varre masive, realisht për herë të parë janë procedurës janë konfirmuar gjatë këtij viti, përkatësisht me datën 27 korrekt deri me, siç e theksova, 21 gusht. Si zonë ka pas vëmendje dhe prioritet e duhur, megjithatë falë angazhimit të kolegëve të policisë, në mënyrë veçantë në një punë intensive gjatë këtyre 3 muajve të fundit, tu pas parasysh edhe rrethanat e reja të krijuara edhe në kuptimin e sigurisë, qasjes, sigurimit të informatave, ka dërgu drejt tek pikat në fjalë për të lokacionet në këtë rast me interes, të cilat pastaj pas ndjekjes procedurave janë konfirmuar si varre masive. Procesi i gërmimit dhe zhvarrosur pastaj është realizuar sipas procedurave ligjore. Pra si zonë ka pas ndëresi, megjithatë këtë rast asnjëherë nuk është punuar në këto 3 lokacione, për ndryshe do të tillonte paradoksale që 2 lokacione do të mos adresohen, por prapë po e them, po e përsëris që është rezultati i punës dhe angazhimit të kolegëve të policisë, sektorit për personal dukur, në mënyrë veçantë gjatë këtyre 3 muajve, në kuptim të sigurimit të informatave, adresimit, punës hetimore dhe punës analitike për ngrasje me danat paraprake, me që në media janë prezantuar për shembull gërmime ose dana edhe nga koha e unikut, pastaj ekspertë e Oleksit, megjithatë ky është rezultati i angazhimit të ekspertëve gjatë këtyre 3 muajve në një punë dinamike ose intensive në këtë zonë. Kështu, në Institutin e Mjekësisë Ligjore do të vazhdohet me procesin e ekzaminimeve mjekëligjor, këtë rast përfshirë edhe dërgimin ose marrjen e mostrave dhe dërgimin e mostrave për testim në laboratorin ADN-s, sipas marrëveshjes që kemi në fuqi me Komisionin Ndërkombëtar, përkatësisht në laboratorin ADN-s të ICMP-s për Komisionin Ndërkombëtar për personal dukur. Tash afatet kohore, po them kushtimisht standard ka qenë diku deri në 6 javë, vonesa në kuptim testimit, megjithatë po flasim për minimumin e mundshëm, me që një proces i tillë po merr më shumë kohë. Siç e kemi theksuar edhe më parë, ajo çka është kompetencë ose në përgjegjësi të institucioneve të Republikës së Kosovës do të adresohet me prioritetin dhe kuptohet për kushtimet e profesionalizmit e duhur, pra brenda afateve optimale të kohës. Këtë rast do të jetë çështja e testimit në laboratorin e ADN-s, që është vështirë të japim një datë të caktuar. Por siç e kemi thënë gjithmonë, në momentin e pranimit të raportit ADN-s, puna e parë institucioneve do të jetë pashmangshëm njëtimi i familjen, respektim drejtës për ditë fatin vendohet në dashur tyre dhe pastaj do të jetë në drejtën e familjes se si do të procedojmë matuti. Jemi në komunikim me kolegët e Komisionit Ndërkombëtar për ICMP-s. Është e rëndësishme që për gjitha rastet që folëm të viktimat të zhdukjes me forcë në këtë zonë, qysh nga vitet e parë pas luftës janë siguruar mostrat e ferusi biologjike të gjakut, pra ka mostra mjaftueshme të gjakut për testim. Shumë çka do të varet pastaj edhe kushtimisht po them në këtë pjesën e kualitetit të mostrave të mbetë mortore që do të dërgohen, që do të dërgohen për testim. Megjithatë kolegët e Institutit Mjekësisë Ligjore janë shumë të kujdesshëm edhe në këtë proces, që siç e thash, çdo gjë që varet nga ana e institucioneve tona të adresohet me prioritetin e përkushtimin e duhur.